Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë ndodhur mëngjesin e sotëm në Lozhan të Maliqit, ku mbeti vrarë efektivi i forcave shqiponja Enea Mekolli, 34 vjeç, ndërsa u plagos kolegu i tij Edison Adri, 36 vjeç. Autori i dyshuar 43 vjeçari Violan Braçallari jetonte izoluar pranë një stani në zonën malore të Lozhanit bashkë me nënën e tij. Sipas informacioneve parapraka, i konsideroi person me rrezikshmëri të lartë, ishte i armatosur dhe dyshohet se mbante armë të fshehura në stan. Burime nga zona bëjmë dje se Braçallari kishte siguruar territorin me qenë dhe shfrytëzonte terrenin e vështirë për t'u shmangur arrestimit, duke u fshehur në pyll. Ai ishte në kërkim dhe i dënuar në mungesë me rreth 10 vite burg për prodhim dhe shitje të narkotikave. Braçallari kishte precedent të mëparshëm penal dhe rezulton se ishte përfshirë edhe në një proces tjetër gjyqësor për plagosje të lehtë me dashje. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethana të ngjarjes dhe mënyrën se si ai kishte arritur t'i shmangë drejtësisë.